Imam Malik, imami I qytetit të pejgamberit Allahut, Imam Malik thonte, suneti pejgamberit Allahut I përngjason anijes së Nuhit. Suneti pejgamberit Allahut I përngjason anijes së Nuhit. Kush hipin ta shpëtoj. Kush nuk hipin ta me filozofi si kur gjali Nuhit I cili thonte do të dalë në majën e malit, do të shpëtoj nga Warshimet, do të shpëtoj nga fundosja, a ju fundos bashkë me ata që qëndëruan dhe poshtë. Pra suneti pejgamberit Allahut është anija e Nuhit. Kush hipën ta shpëton, kush jetë jashtë asaj nuk shpëton. Jo vetëm nuk shpëton, po ka mu privuan nga uji Kautherit që ndoshta ai namazin e vet e ka fol në jetën e vet, dhe vetëm me këtë sure që thot Allahu inna a'taynakel Kauther. Kush janë të privuan nga bazenti pejgamberit Allahut që Allahu e ka veçuar dhe ka nderu pejgamberin Allahut dhe umetin e pejgamberit Allahut, të vetëmi të privuar nga umeti pejgamberit Allahut nga kipurim, ditën e etjes, ditën e vapës, ditën e shekit, janë ata të cilët e se kanë praktiku sunetin e pejgamberit Allahut, kanë shpikën sendën fe. Ata thot pejgamberi Allahut në I pregaditi tasat që të jep umetit tim t'ja shuj eqen ditën e kiametit, I shoh meleka që I bojnë një turm të madhe të njerëzve. Namazli, belvakli namazli, I dëbojnë silon. Pejgamberi Allahut ndërhik dhe thot ummeti, këto janë ummeti im. Shenjët e avdesit pishof, pejgamberi Allahut ka në hadith, si e njefti ummetin tonë dhe me shenjët e avdesit. Pra këto janë namazli, ama privohen nga burimi pejgamberit Allahut. A dini përse vëllezër të ndershëm me laqet I kthen pejgamberit Allahut dhe I thojnë innaka la tadri madha ahdathu ba'dak. Ti nuk je I informuar o I dërguari Allahut se këto çka kanë shpik në fen tonë pas teje. Këtinëve nuk ju ka bon suneti pejgamberit, suneti jot. Këtinëve nuk ju ka mjaftuar manira adhurimit Allahut Azza wa Jall siç ja ke mësuar ti. Atë regjoni për neve thot hammare se I dhim shëma pejgamberi Allahut, I lizbutët zemra dhe neve në thot hajde pini. Ndëgjone vëllezër të ndershëm mos thoni ditën e kiametit da ke bo vetëm se rrafsh e s'da ki tregu. Thot pejgamberi Allahut fe yaqulu lahum suhqan liman baddala ba'di. Larg fitirës teme, larg qofshin gjithë ata që ndryshuan sunetin e pejgamberit ty. Sunetin tim që e ndryshuan, larg meje qofshin gjithë ata që e kanë ndryshuar sunetin e pejgamberit Allahut. Larg qofshin ata të cilët e luftojnë sunetin e pejgamberit Allahut. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, e kuptove tash pse ka vëllezër të ndershëm ofanziv ashmor këto ditë që të luftohet suneti pejgamberit Allahut, që të privojnë ummetin e pejgamberit Allahut nga burimi Kautherit. Dhe kjo është metodologjia e shejtanit iblisit që tenton që njerëzit që ti do bon nga xheneti Allahut dhe ti t'i privon nga mirësit e premtuara nga pejgamberi Allahut. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm të parë tonë dëgjosh ka thënë ai që e çmon dhe nderon, vetëm ai që e çmon dhe nderon një hoqë që nuk kanë sunetin e pejgamberit Allahut, ai është njeriu që don më rënu fen e Allahut. Ai që e çmon dhe nderon një hoqë dhe një dietar pasues të bidatit, është ai cili ka dëshirë të rënohet suneti pejgamberit Allahut.